rubrikë është gjithmonë e rezervuar për ato që nuk i thuni ju, po i themi ne. Rubrika jonë e fundit vjen në vazhdim për ju të pathënat e kësaj jave. E shumë përfolura kohëve të fundit, Bebe Rexha si duket është gati tani për të zotruar skenën muzikore amerikane me shpresën që do të bëhet një nga emrat më të njohur të brezit të ri anë mban. Ajo në faqen e saj zyrtare në Instagram ka publikuar një fragment nga video e saj për I Can't Stop Drinking About You, e cila do të publikohet me datën 12 gusht. E siç duket do të pushtoj gjithçka sa i përket top listave nga se nga shkrimet e bëra nga mediat ndërkombëtare, Bebe është cilësuar si ylli i ri. A do të jetë ashtu? Mezi presim ta shohim. Emra shqiptare në diskografinë botërore gjithnjë më shumë po lën gjurmë. Kënga e fundit e publikuar nga Iggy Azalea në bashkëpunim me Rita Ora, e titulluar Black Widow, ka shënuar një ngritje të fuqishme në Billboard The Hot 100, të cilat gjenden në pozitën e 29. Kur Rita Ora, këngëtarja me preardhje nga Kosova, po shënon një sukses të saj të radhës, por kësaj herë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E tek jemi këtu, mos të harrojmë që këngëtarja është në përgatitje të këngës së saj më të re, e cila do të jetë kryesisht për tregun amerikan. Sa i përket shqiptarëve e tregut amerikan, duket që e kemi marrë seriozisht, nga se Angela Martini ka publikuar në kanalin e saj në YouTube një seri videosh në titullin No Filter, ku tregohet për jetën e saj në anën profesionale dhe prapa skenat e profesionit të saj. Në këto seri videosh që do të publikoj modelja, e njohur shqiptare do të ndiqni Angelën me bashkëpunëtore duke punuar për koleksionin e saj të rrobave të banjos, sesionet fotografike dhe duke u shfaqur në tapetin e kuq në evente të ndryshme. Prive ju njofton për episodin e parë, ndërkohë për më tepër vizitoni kanalin zyrtar të Angelës në E në vazhdim shikoni disa sekuenca të një performance live në Suedi ku promovon këngën e tij më të re, e cila pritet të lansohet në vjesht.